Jemi afër gjykatës, objekteve të gjykatës. Dhe shikoni atë pjesën më duket më është Marigona Hill, jo lagja. Nënën, kjo është lagja amerikane, ku jetojnë bosët. Ndërtime çdo ditë në Kosovë. Kjo pjesa shkon ka Badovci edhe po quhet Prishtina e Re. E shikojmë ndej rruga B që ka më lidh me rrugën A. Ku s'ka fare me ble toka nga kjo pjesë, ja sheh herën të ardhmen, pasi Prishtina po vazhdon të pjesën. Dhe shikoni sa ndërtimit sa. Edhe ndërtimet po bëhen tash me standarde evropiane, jo shkele shko qysh kanë qenë pas luftës. Dhe shikoni trashësinë e betonit, më ka punu në Zvicër në Baushtell, kam bë punën e shallungëve dhe armaturëve, edhe e njoh ndërtimin kualitet që ka. Më thonë sot në Kosovë ka arrit ndërtimi më bo si në Evropë. Kosova ka pas zhvillim ekonomik në vitet 70 ato. Janë ndërtu lagjet Dardania me plan, lagja Bregu i Diellit, Ulpijana, Lakristja. Mirë pas çlirimit të Kosovës, zhvillimi është shumë më i madh. Këtë fenomen munden me vret mërgjimtarët ma shumë, pasi ata vinë ma rrallë e kanë pa Kosovën si shka qenë pas luftës dhe si është sot. Dhe më thënë ka zhvillim shpejt e jo shkatrim si që është propagandu. Shteti është si fëmija, lind rritet, na jem lind si shteta dhe tash veshforcohemi, ka pas s'ka shku në rregull, mirë po vazhdon duke ardhur në rregull gjithçka, edhe ndërtimet s'kanë qenë kualitative, sot i kualitative.